Peshkatarët e licencuar të Pogradecit që peshkojnë në ujërat e liçenit të Ohrit kanë protestuar këtë të premte përpara bashkisë, duke kundërshtuar kufizimet që po i pengojnë të ushtrojnë aktivitetin në liçen. Ata pretendojnë se ndalimi i peshkimit i vendosur për shkak të periudhës së shtimit të peshkut të llojit klen po zbatohet edhe për specit të tjera të këtij liçeni, përfshir koranin dhe belushkën. E vërteta e kësaj që jemi mbledhur sot të tërë peshkatarët është se në këtë periudhë është shumimi i klenit, që bëhet shumimi i klenit, dhe kleni rrihet dhe shumimin e bën në anë të gjolit. Neve peshkatarë gjuajmë me rrjeta Korani 300 metra larg nga veshda, i themi neve. Domethënë 5-600 metra nga ana. Domethënë nuk zej, mund të zesh një klen gjysmë kila, në ashtu ato i kemi lëshuar. Koranin e jemi tërë ashtu të tërë qeveri prodhojmë vezë, dorëzojmë në ekonomi, edhe s'kemi asnjë sqarim, vetëm ata kanë ata. Peshkatarët kanë ngritur akuza ndaj organizatës së menaxhimit të peshkimit, duke pretenduar se kufizimet po vendosen në mënyrë arbitrare prej tyre. Po për të investuar për ta ruajtur që të na desh ne pa punë për një muaj gjë. Nuk e di, po t'japim zgjidhje kësaj, të kthej lekën mbrapsht, shikojmë në punën, se ne unë jam 5 veta në familje, vëlla im ka 5 veta, jemi pa punë fare. Kryetari i shoqatës Adriatik Dogollari së bashku me sekretarin e Bashkisë Pogradec zhvilluan një takim me peshkatarët. Takimi u shoqërua me debate, ndërsa palët diskutuan mbi mënyrën e zbatimit të kufizimeve në liçen. Ka ndalesë peshkimi. Peshkimi vazhdon për pelush, për koran. Ndalohet prapi dhe specit e familjes së prapit. Sipas periudhës parashikohen me urdhën e ministrit dhe masërkullorës peshkimi. Kriteret dhe mënyra gjuetësisë janë të bazuar në rregulloren dhe ligjin e peshkimit. Në ujërat e brendshme, rregullori i peshkimit ka dalë në vitin 2022 ka të parashikuara mënyrën e gjuetisë, sasinë e rritur që duhet të hedhin, distancën që duhet të. Në fund të takimit peshkatarët firmosën një peticion me kërkesat e tyre, i cili do t'i drejtohet Ministrisë së Bujqësisë. Në vijën liçenore të Pogradecit ushtrojnë aktivitetin mbi 120 peshkatarë të licencuar.